kanë ardhur 2 kamion të ri për fikje zjarret, shorje zjarret në lartësi të mëdha. Se Kosova s'ka pasur. Çfarë kupton lartësi të mëdha? Nuk kupton mbi 7 kate. Mbi 7 kate, kur gjë? Deri tani 40 kate në Prishtinë, çysh me intervenu? Tash aty duhet me mendu Ministri i Punëve të Brendshme, Agjencia për Emergjenca, si me sepse ata kanë ju mbos disa objekte 40 kate. Jo, po ai person ose ai autoritet kompetent i cili lëshon leje ndërtimi, ai besoj që duhet me marr parasysh, jo besoj, e ka obligim ligjor me marr parasysh to që po pyetni ju. Unë e di që deri tani nuk kemi pas mbi 7 kate ka qenë rrezik për jetën e qytetarëve. Tani kanë ardhur 2 kamiona. Krejt Kosovën janë. Po nuk mjafton. Duhet më ardhur çdo gjë. Çka banesën ka 8. Shpresoj që mos ndodh kur asnjëherë. Veç domethënë mi ka 7 gjithë është potenciale rrezik për jetën. Intervenu zjarfiksat. Është rrezik për jetën. Jo, zjarfiksat intervenojnë në çdo kohë, por mbi katin e 7 konsiderohet rrezik i madh. Rrezik i madh. Prandaj duhet me ekzistu shkollat emergjente, duhet me ekzistu hidrantet e brendshëm, duhet me ekzistu dyert rezistente kundër zjarrit, duhet sistemi alarmimit banesës kolektive që kur ndodh sikur te duhani që është në disa raste, duhet më njëherë, sepse zjarri nëse kap një objekt, janë normat, janë praktikat e vendorën ndërkombëtare 6 minuta e kap krejt. Do të thotë për 6 minuta duhet më evakuu. Për 6 minuta fillon zjarri me e djeg ta zom një banesë më njëherë, nuk pret zjarri. Zjarri është kur të lindi ka tre komponenta aty, e ka oksigjenin, e ka lëndën ndjekse, edhe ai e kap aty. Më njëherë zjarri, edhe duhet më njëherë me pas kthjellësinë e mendjes, po paraprakisht duhet me qenë të ushtruar edhe qytetarët, se si duhet me reaguar në situata të zjarrit. Për 6 minuta duhet me evakuu. Për këtë duhet me pas shkollat emergjente.